këtu ka diçka që e mbron gjithë shkafi, se s'kisha besu 24 vjetë këto skele me nejt, po pa ndërprej kemi punu, po thuj se afër 60 ditëve, prej vitit 2000 deri me ditën e sot, po thuj se kryesisht kjo gjendje është. Ti në sa vjetë e kështë edhon të garancionin me të pas vetë ty qatë herë, pa e ditë sa mundët me Unë e kam mendu 2-3 vite. Ka ndodhë për shembull punëtorëve kur i kanë marrën, i kemi prej se ju kanë ngjitë durët prej ftoftit. Lahudin Myrtaj është inxhinieri që në janar të vitit 2000 është angazhu nga shtabi i UÇK-s në Prekaz për me e bo një konzervim emergjent të shtëpiave të jasharëve që i kanë shkatru forca serbe në sulmin e marsit 1998. Sot, 24 vjet pas, Myrtaj ka vendos me fol për herë të parë për procesin e ndërtimit të skeleve që edhe sot e kësaj dite e mbajnë kulmin mbi 4 shtëpit që sot quhen kompleksi memorial Adem Jashari. Këto skele ka qenë të menduara për emergjencë, që të ndalojnë shiun e borën që do të mund t'i damtonte shtëpitë e mbetura të jasharëve që kanë vlerë historike për murujt. Platformat e drurit që janë shtruar këtu po ashtu kanë qenë të karakterit emergjent që me mundësu vizitorëve me ecë e me pa shtëpin, por mos me pas nevojë me hy brenda në shtëpi, sepse, si tregonaj, kjo ndodhte. Hynë njerëzit dhe merrnin relikte me veti, relikte që më vonë do të duhet të bëheshin vlera të trashëgimisë sonë historike. Me fjalë të tjera, ky ka qenë një lloj kujdesi emergjent që është bërë në vitin 2000 edhe fal kësaj iniciative që ka qenë komplet jashtë institucionale, iniciativë komplet qytetare edhe e komunitetit lokal, kompleksi jasharëve nuk është shkatru. Sot Myrtaj ka vendos me fol sepse nuk ka besu që 24 vite askush s'do të intervenoj që me bo konzervim profesional të këtij memoriali. Ai ka thy heshtjen për të tregu që nuk ka dhënë kurfar garancioni që skele që i kanë gjitë me 30 punëtor lokal gjatë dimrit të vitit 2000 do të qëndrojnë mbi 24 vite. Qysh tra hise ty me i maru që të skele në Prekaz? Këtë konzervim në vitin 2000 pas vitit 3, në bazë të informacion që e kom pas shok një kolegë i cili Zen Lushtaku edhe ai është marrë me ndërtim, ka dhënë informatat pasi që është dhënë veç mendimit që të konzervohet këto objekte të ruhen edhe nga faktori njeri edhe nga faktori kohë, kuptohet nga shirat dhe reshjet e ndryshme, po edhe njerëzit kur kanë hy. Atëherë i ka dhënë informatën generalit Samil Lushtaku, i cili ka kontaktu me njerë mas vitit 3 me mundi mbrëmje, kemi ardhën të nesrit, edhe nga momenti që kom ardhën këtu kuptohet të e ditë edhe ku o vendi, çka është, kemi fillu me punu. Çka ka ngërku prej teje? Prej mje si inxhinieri ndërtimit, unë kam ardhën vetë këtu, kanë kërku që ta udhëheqi këtë konzervim, këtë mbulim të këtyne objekteve, me këto materialet asaj kohe, punëtorët i ka siguru personi po aj Zen Lushtaku shumicën e punëtorëve, kurse materialet, si duket çka e kam unë informatën edhe Zena, po ma tepër që unë e di që i ka sjellë dhe i ka siguru shtabi përgjithshëm i Skënderajit. Kemi fillu me atë ekip, edhe pa ndërprej kemi punu, po thuj se afër 60 ditëve me punëtorë cilëtur si kom një, por vetëm si inxhinier kam punu këto, kom udhëheq çdo gjë nga deri në zhë, si thuhet, këto skele që janë ngriten, masandej është pullazi ku janë konstruksionet e qelikut, cilat kanë qenë të para pregadituna, ka qenë një skic projekt nga disa projektus, edhe ata e kom shfrytzu edhe prej atëre janë bo mbulesat prej vitit 2000 deri me ditën e sot, po thuj se kryesisht kjo gjendje është, e cila, thom drejten, unë si inxhinier sot po të më kishte thirrë, ndoshta edhe në këtë moshë kuptohet, atëherë kam qenë edhe më i ri, po në këtë moshë jo që se kisha punu tash, po edhe s'kisha guxu me punu. Nuk kam besu që 24 vite do të mbetet në këtë formë. Atë kujtohet muhabetet që jënë bo, sa gjatë keni menu që po i bëni? Unë kur kom ardhen këtu, vetëm e kom fillu, as që kom ditë sa, as shka, po s'ma ka marrë mendja kur, se nuk ka pas nëj projekt ose nëj bisedë gjatë.
s'kom pas çka të bisedojnë me Samil Ushtakun, ai s'ka marrë, edhe s'ka kuptuar këtë drejtim, po që ka pas vullnetin e mirë, me Azenën edhe me plot njerëz tjerë që kanë pas edhe kryetari komunës e di vinte na vizitonte shpesh Ramadan Gashi, vishin nga shtabi përgjithshëm, kujdi unë ka pas shumë vizitor, po unë s'kom pas edhe kohë të merrem me atë punë se mu ka dash kur e kum fillu, edhe mu ka dash po thuj se gjatë tërë kohës nga mëngjesi deri mbrëmje, edhe pse kanë qenë kushtet atmosferike, në atë kohë ka qenë një ftoft shumë i madh, edhe punëtorët nuk i njefsha dhe çdo gjë këtu është punu një farë mënyrë punëtorit, që thoi sikur ato vajzat e reja që përgatiten për nusri, që marrin ato ojat, apo ato që me grep që kanë qëndisa ose që kanë thurr, ashtu është dashur edhe këtu me punu. Si ngritjen vertikale, mazandej për shembull vendoset kulmi, konstruksionet janë mjaft ronda me autodizhalic janë vendos, aq preces pa mjete themelore s'kemi pas mjetet punës, edhe na kanë mungu edhe çelësat për lidhjen e këtyne lidhseve, na kanë mungu mjetet për matje, për shembull teodolita, nivelira s'kemi pas, kemi shku me mjetet thjeshta kom punu, masandej s'kemi pas as shumë mjete na kanë mirë, po vullneti i atyne punëtorëve të cilëve si kom njoft të punu tërë ditën, edhe na të ftoft, përveç që është pushu një gjysmore në mes ditë, që kanë shku me hangër buk, eventualisht 40 minuta, nuk janë vonu ma shumë, deri me 3 mars, është janë bo kë konzervim, na e qujmë konzervim të mbrojtën, e cila është mbrojt objekti, edhe prej shinave, edhe prej këtyne gjëra tjera. Atë kujtohet, a i keni thonë konzervim, a thjesht kanë thonë, hajde runa kullat, hajde të bojmë një stre. Të bojmë një stre ka qenë. Të bojmë një stre ka qenë. Konzervimin nësë si biles besoj që e kemi pas edhe në fjallorën në atë kohë. Qështë ka ardhë ideja që përveç strehës, të i ki hike bo edhe drosa, rrugica të vogla pi drosave, që prej asaj dite kanë shërby për qindra nështë edhe miliona vizitor prej atë hershit. A jeni marrë vesh me e bo kullën të hapun për vizitor edhe e ke dhonë idejna, qësh ka qenë? Jo, këtu ka qenë edhe ideja për atë skicën që është dhonë një farë para projekti, do më dhonë me hypë me vizitu, po jo nga brenda. Shkaku se kur kanë hy vizitorët në brenda, edhe kanë damtu nga pak, kanë marrë ndo një relekt, aty ka pasën mbas lufte, ka pas gjithë shka këtu në për oda, në për shtëpit kullat, edhe është mendu që të mbrohet, edhe mos të hynë njerës brend, mos shkrujnë, mos të damtojnë, prekshin blokat, edhe me hypë me vizitu në për këto platformat, cilat hyjet, do më thonë, në për skele, janë vendosën shkallët, mas andaj vjen, atje hyp këtu vazhdon këthehesh që dry poshtë, 3 platforma janë, e kum përdor metodën e marimangës. Çka do me thonë metoda e marimangës? Në ndërtim. Këto konstruksione kanë mujtë të rrotullohen, të rëzohen, dantohen, atë frike e kum pas vazhdimisht. Po e kum përdor gjitha antë, lidhjen e kemi përdor, edhe në mënyrë vertikale, horizontale, kemi shtangun të në antë, edhe janë 24 vite, letë vinë, letë mendon dikush, a kishte guxu. Sot, thëmë drejte, nuk do ta kisha punu kur. Po, nga ajo ko, këtë gjendje është. Çka të thëmë unë për këta, unë e spajtohem me këte, po, ja. Me çka spajtohesh? Që të mbete 24 vite këto skele, ati thojmë, kjo konzervema, po çka se kum pa plot njerëz, kanë hypë në altë, masa në njeri kur hypë, kur lëviz, janë ato ngarkesa shumë të rrezikshme, po ja fati. Të në Sovjet e kështë edhon të garancionin me të pas vetë ty qatë herë, pa e ditë sa mundët me dru? Unë e kom mendu 2-3 vite. Bile edhe ajo shumë ndoshta kishte qenë. Mbi 2 vite s'kisha leju këtu. Çka kanë të keqe këtu skele? Po shiko, as nuk duken bukur, për sy, shiko jo, janë të vrashta, ki loj vizitori, thate edhe jo ma heret. Ka pas në atë kohë, kur jom kona aty loj njeri, masandej vinë njerës të ri, fëmi, kur të shohin këtë hekur, nuk është për sy bash. Pse s'po kolbet druni mas 20 vjetëve që është në shije në borë që shtu ofër hekrit? Nuk kisha besu këta që se këto janë dru, nuk janë shumë kvalitet. Për shembull, nuk kisha besu që qëndrojnë ka shumë, po ja, këto
këto 24 vite edhe absolutisht qësh janë shtrafu, si janë lidhën këto skele, në ato kushte, kështu janë. Njëjtat, kur gjë s'ka ndryshu, 24 vite s'ka ndryshu. Me Mirë. fasona e dhone. Lati punon Po, mendoj që si duket ky vend është e mbron edhe dikush jashtë. ka rezistu zeza më të mdoja, se që kjo që po menojmë na që mundet Ajo me mendoj që është. Ajo pikërisht është. Këtu ka diçka që e mbron gjithë shkafi, se s'kisha besu 24 vjetë këto skele me nejt, po i man dikush. Ideja për shkollë drunit, që shka ardhë? Po shkallë në atë vizatimin e cili ka qenë në skis projekt, vetëm janë konë të dhënë në skicën. Edhe mas andej kemi marrë në drasët edhe... Kushe ka bo skis projekte? E ka bo një zjehoxha me një arkitekt, nuk e di me një tjetër. I thjesht, po mu s'm ka vyt, si inxhinier mu s'kom pas nevojë. Mas andej me punëtor i kemi projektu, i kom vizatu këto balloret, mas andej basamak, cilat kanë edhe shkeljen mjaftueshme, edhe basamaku, edhe ngritja. Është 30 me 17.5, gjitha janë të njëjta. A u shfaq nevoja që ti me bo dysheme shtes, masi që e ki ndërtu në 2 mitë? Masi që e kom ndërtu unë e monok. Krejt qëto dysheme që në tash i ki shtru ti? Atëherë janë shtru, në atë kohë, 2 mitën. Kur gjo s'ka shtes? Jo. Njëjtat janë që. Njëjtat në atë kohë që janë vendos, po këto janë. 24 vite. Nuk o që s'ki menu për sigurin e kalimtarve që tu, që i ki qitë edhe këto, ki mujtë me lonë shprast? Po, i kemi qitë edhe s'kemi lonë hapsin. S'kemi lonë hapsin. Për me murzu dikoshe, jo, s'kemi lonë. Shiko, janë këto, shiko tash, si vjen këtu pa kur farë pengese, vazhdo në altë, kthesh kënajt edhe shikoj, si shkallë, si platojat janë, si mbrojtjet, çdo gjë është, këtu është planifiku, është punu, kështu me vullnet, me dëshirë, me... Që sot, unë së ne kisha punu, po asë ne paramendoj që ta kisha udhëheq në ditën e sotit këta. Më kujtohet që ka qenë dimri ma i ftoft që Shumë i një. ftoft ka qenë, shumë i ftoft ka qenë. Edhe s'ka pas mjaftu shumë rrym, në 2 mitën. Jo, s'ka pas. Rrym s'ka pas. Me generator. Kur u deshte me shpu ose me prej diçka. S'ka pas rrym, shumë pak. Ftoft ka qenë, ftoft. Ka ndodhë për shembull punëtorëve kur i kanë marrën, i kemi prej se ju kanë ngjitë durt prej ftoftit. Masadi këto krejt në atë ftoft, s'kishim asë qelës për mi shtrengu këto, desh kemi shtrengu shumë, se këto gjithë një lvizit kuptohet. Masandej ka ardhen autodijalica, ja konstruksionet, në kollo mësë i shumë pinaltit platojer, qërë është hapsin bukur e madhe, është mbi 12 metra hapsina e kulmit. A ke qenë përgjegjës edhe për kulm? Po, deri në fund. Çdo sen, deri në fund. Që tash jemi shkurti, edhe ka shumë vizitor, fillim të marsit edhe ma shumë, a e ke mendu qëfar peshe duhen me bajt që të drosa që i ki shtru, që si në altësie? A ke pas në formull të so njerëz mujnë me bajt qëtu? A të ka shku menja që vinë me Tash qindra na jemi njerë? mundu shumë shpesh mi qite këto mbajtjet që mos me ardhen, po jo bashkëmendja edhe me hi shumë llogari, se vas hin llogari hiç se ki shumë nis. Heqa? Atë luftën se ki shumë nis. Tash këto konstruksionet metalta që janë të kulmit, shi çfarë hapëside kanë. Kemi marrë autokranin prej kompanije se kanë pru Rami Sadiku, kanë qenë punëtor, edhe një prej pejes Isa Morina, i cili është marrë me konstruksione, ka punu në utëfen e pejes për para, ka ardhë, i ka qitë këto konstruksione me digjalit, ja ku janë saldu në fund skelev, i kemi qitë nivel, janë saldu edhe i kemi mbulu. Me këqyrë holl e holl iniciativën për
konservimin apo rujtjen e këtyne kullave të jasharëve, muj me thonë që e pas kanë marrë veteran të UÇK-s. Shtabi UÇK-s më the që i kam mbledh. Më duket interesant se sakt edhe në Sarajev, muzeu i rrethimit që e kanë bo me kallëzu veterant e luftës në Bosne, ata që kanë marrë pjesë luftë, që kanë qenë madje të burgosur, ata e kanë bo qatë muze. Apo i bjen që komuniteti duhet vetë me marrë përsipër konservimin, se nështë ta shteti nuk është ai që presim me qenë qashtë që kujdesshëm. Po ndoshta në atë kohë ja ka vlejt edhe po tjetë ajo, po 24 vite, pas 24 vite ja shteti ku është. Nuk besoj që i ka ndonjë çmim aq shumë të madh, ndoshta edhe do të ketë, po për atë kohë ja ka vlejt, po e di që materialet edhe iniciativa e prumjen e këtyne materialeve ka ardhe nga shtabi, por gjithë shumë nga veteranët, edhe nga komuniteti, edhe nga njerë që i UÇK-s. Pikrisht. Po ajo ka qenë emergjent. Emergjencat zgjat 24 vite, 30 vite, ose çka di unë që jo thash ma herët, kjo unë nuk pajtoj me këtë. Si profesionist, si inxhinier ndërhimi.